Gjallësi, pra nga perspektiva e bashkëpunëtorit të Rrugovës, si e pat ju të reagimet që ishin me rastin e vdekjes së zotit Qosja? Fillimisht është etike, me thonë edhe një shprehje ngushëllimit familjes, edhe për arsyen se, si me thonë, ajriti i varrimit ke shumë specifik edhe siç dihet, që shfrytëzoj edhe në rastin me i shpreh ngushëllime familjes. Në fakt, tash pyetja është reagimet, po, ato janë rezultat në përgjithësi asaj çka i ka nda në fërkim këty në dy personaliteteve, nëse flasim në raportet Qosja Rrugova në këtë rast ose Kadare për temën që megjithatë ka me pas kohë dhe për shumë kohë do të përflitet në përgjithësi dhe do të ka komente të ndryshme. Unë distancohem prej disa rasteve që definitivisht e kanë anashkaluar etikën themelore njerëzore që ka pas domethënë edhe akuza. Në këto raste s'ka nevojë. Recep Qosja është një akademik, një njeri, një intelektual i kalibrit të lartë dhe domethënë ai e ka vendin e vet në altarin edhe të një studiuesi letrar në këtë rast historianit letërsisë. Sido që të jetë edhe vetë zoti Qosja me letrën që po i referoni dhe këtë porosin se si të organizohet ceremonia ose të mos i organizohet ceremoni me rastin e dhënjes së lamtumirës së fundit, tregoj shumë shka, dhe ajo ishte një akt proteste i tij ndaj shoqërisë. Po, veç unë këtë letër e shoh në përgjithësi në sinkron me krejt personalitetin edhe performancën që ka bërë edhe në publik, edhe në aspektin shkencor, edhe le të themi politik, edhe shoqëror në përgjithësi. Letra është në konform, shkurt shqip letra është e Recep Qosjes dhe aty nuk ka diçka për të habitur, sepse në përgjithësi ne Qosja e njohim dhe ka qenë tillë i veçantë, ne le të themi pak edhe egocentrik, sido që të jetë, një intelektual i kalibrit, me një tolerancë momenteve të caktuara, ndoshta të kufizuar, po sido që të jetë, unë letrën e shoh në, siç e thash, sinkronitet dhe në përputhshmëri absolute me krejt figurën dhe personalitetin e Qosjes. Raporti me Rrugovën, një gjë duhet nënvizuar. Ndoshta mund thuhet se nuk ka pasur reagim më të madh për ndonjë figurë tjetër ndonjëherë nga njerëzit që identifikohen me LDK-n, më të madh se sa reagimet që kanë qenë kryesisht negative ndaj zotit Qosja, sa herë që ka folur diçka, ka bërë një veprim. Pse ky antagonizëm kaq i madh i njerëzve që njihen si rreth i Rrugovës ose i LDK-s ndaj Qosjes? E kuptoj pyetjen, i veçantë për te edhe të tjerëve që mund të themi kanë qëndruar në polit ndryshme. Ma me dëshirë isha përgjegj që këta që po thu njerëz e LDK-s kish me barazu me Rrugovën, domethënë, fjala vjen, që nuk është në përputhje, sepse dihet diskursi i komunikimit në publik në raport me Rrugovën i profesor Qosjes dhe dihet refleksioni i Rrugovës në këtë, le të themi, raporti. Dhe ju e dini që s'mbahet mend një germ e kthyme mbrapsht e Rrugovës në këtë aspekt. Pra, thoni se shqyrtimet kanë ardhur nga Qosja në drejtim të Rrugovës, po jo edhe Anasjeltas. Dhe këto datojnë, domethënë, e kanë historinë e vet. Në vitin 89 fjala vjen me themelimin e LDK-s, dihet që Qosjes ju është ofruar pozita dhe dihen këto tash përfliten, ka njerëz që e dinë saktë ku ta diun. Dhe ai formoi një forum të intelektualëve që domethënë nuk ka pas në status tyne në ballafaqim ose aktivitet pjur politik, por sido që tjetë ka qenë një entitet që është dashur mu respektu momente jashtë figurës ti si person. Pastaj në vitin 98 kur ai e formoi një entitet politik dhe në saj ai ishte faktor në Ramboje me një delegacion prej disa me 5 antarëve në fakt që kryesoi prej Qosjes. Dhe saj përket në përgjithësi kemi edhe fotografi në Ramboje disa besoj. Po, saj përket raporteve ai fjala vjen në krejt të kaluarën, po flas prej 89 ose 90-s, ai në farë mënyrë ka mungu edhe si shkrimtar, se dimensioni prej shkrimtarit nuk mund të mohohet Qosjes,
në shoqatën e shkrimtarëve ka munguar. Ai ka ardhur në batë. Nuk ka ardhur në shoqatën e shkrimtarëve, e cila u udhëhesë dhe u bë pastaj edhe selije. Vitin 1988 është zgjedhur Rugova, pastaj ai nuk ka ardhur më aty. Ka ardhur në situata ose vetëm takimi kur ka qenë në një delegacion. Fjala vjen mbahet me takimi me ambasadorin Warren Zimmerman, kur ai ka kërkuar dhe në le të themi në panel ka qenë Zimmerman, Rugova dhe Bruce Konak, sekretari i tij. Në një anë ka qenë Adem Demaci, Qosja dhe Burhan Kavaja. Në anën tjetër ka qenë Agani, Alush Gashi, edhe disa tjerë që tash s'më kujtohen. Dhe me këtë rast, fjala vjen që është mbajt në sallën e madhe të shoqatës shkrimtarëve. Mbahet mend që edhe aty ka pas një komunikim krejt pasiv, ato ki rastit që mund tjetë, që jep me kuptu se Qosja e ka ru një farë, le të themi një farë egoizmit vetë, në raport, por gjithër ka qenë një farë pasqyrë, kogja e ashpër, karshi rjedhave dhe veprimeve. Dhe kjo kryesisht ka kulmu pastaj në kohën e bombardimeve, para kësaj ka qenë Rambujeja. Dhe në Rambuje ka pas